Fansa të shokuar. Olsi Bylyku mban ende foton me Eglin, çfarë do të thotë kjo? Edhe pse kanë kaluar kohë që kur Olsi Bylyku dhe Egli Tako i kanë dhënë fund lidhjes së tyre disa vjeçare, një kujtim i vjetër në profilin e aktorit në Facebook ka rikthyer vëmendjen tek marrëdhënia e tyre. Bëhet fjalë për një foto të publikuar më 14 shkurt 2023, në ditën e Shën Valentinit, ku dyshja shfaqen të buzëqeshur. Krahas fotos, Olsi kishte shkruar një dedikim domethënës: "Nuk e kemi qejf si fest, por më shumë për çështje rregulli. Gëzuar Shën Valentinin dhe dashuroni çdo ditë." Kjo postim, që ende qëndron aktiv në profilin e tij, ka ngjallur reagime dhe diskutime në rrjetet sociale. Disa e shohin si një shenjë se lidhja ka pasur një vend të rëndësishëm në jetën e aktorit, ndërsa të tjerë mendojnë se thjesht mund të jetë harruar të fshihet. Veçanërisht, kjo vjen pasi Egli ka folur së fundmi publikisht për lidhjen e tyre, duke rrëfyer se kishte bërë sakrifica në karrierë për dashurinë. Ndërkohë që ndjekësit pyesin veten për domethënien e vërtet pas këtij kujtimi të ruajtur, është e qartë se marrëdhënia e tyre mbetet ende një temë që ngjall interes në publik. Abonohuni në kanalin ton për të marrë lajmet e fundit nga showbizi shqiptar.